Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të rënda në territorin vendore të policisë Vlorë arrestuan në flagrancë për veprën penale plagosje e rrënd me dashje një 41 vjeçar banues në Sarandë, pasi gjatë ditës së dieshme, gjatë një konflikti për motive të dobta, ka goditur me grushte dhe me sende të forta shtetasin GM 48 vjeç banues në Konispol, i cili po merr mjekim në spitalin e traumës. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit LK 49 vjeç dhe ZQ 40 vjeç, të dy banues në Vlorë pasi janë konfliktuar fizikisht me njëri tjetrin për motive të dobta. Specialistët e stacionit të policisë Selenic referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një 31 vjeçar banues në Selenic pasi dyshohet se për motive të dobta ka goditur me shkop druri një 59 vjeçar banues në të njëjtin fshat. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë së Imarës referuan materialet në prokurori pasi ka kallëzuar shtetasi SK 64 vjeç banues në Vlorë se në muajin janar i ka humbur arma e gjaut që kishte me leje. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Delvin referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një 53 vjeçar banues në Delvin pasi për motive të dobta ka goditur me grushte një tjetër shtetas banues në Greqi. Ndërkohë specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Sarandës referuan materialet në prokurori për disa shtetas, të cilët kanë kryer punime ndërtimi pa leje, si dhe janë konstatuar duke kryer punime ndërtimi në një resort pa leje. Materialet procedurale i referuan prokurorive të Vlorës dhe Sarandës për veprime të mëtejshme hetimore.